At Anastas Rasa, kleriku ortodoks që kreu padrejtësisht burgun komunist. Në dosjen me numër 61 të Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit gjatë regjimit komunist me titull Dosja e objektit për kryepeshkupatën e klerit ortodoks, histori mbi klerin ortodoks në Shqipëri dhe dokumentet të tjera mbi veprimtarinë e tij që është hapur në 28 korrik të vitit 1958 dhe është mbyllur më 20 qershor të vitit 1965, sasi e fletëve 115. Në faqet 89 dhe 90 gjenden emrat e klerikëve të ekzekutuar, burgosur dhe internuar dhe ndërtas pikasin emrat e Mitropolitit Visarion Gjuvanit, Episkop Irine Banushit, At Thoma Bërleni nga qyteti Korçës, At Aleksandër Lipe nga Kaludhi Përmetit, At Minadhame, ish zëvendës episkopi Përmetit, At Theodor Gulo nga Dropulli, At Vasil Sini nga Katundi Pepel i Dropullit të Sipërm, At Dimitri Jatru nga Katundi Grazhdan i Delvinës, At Vasil Gjoro nga Delvina, Sotir Konomi nga Katundit e Sarandës, At Jani Dushi nga Katundi Çuk i Sarandës, At Jorgji Papa nga Katundi Drovjan i Delvinës, At Stavri Rexho nga Katundi Dhivër i Delvinës, At Kozma Billa nga Katundi Palas i Himarës, At Gjergj Suli nga Lekli i Tepelenës, At Ilia Stefani nga Katundi Gjat i Rrethit të Gjirokastrës, At Jorgji Bezhani nga Katundi Bezhan i Kolonjës, At Anastas Rasa nga Katundi Shtërmen i Elbasanit. Sot, fokusi e emisionit ton do t'jetë kleriku ortodoks i Shtërmenit, At Anastas Rasa. Nga shqyrtimi i dosjes së tij, bie në sy vendimet e ndryshuara të gjykatës së Rrethit të Elbasanit, e cila fillimisht e dënon me pushkatim klerikun e nderuar të Shpatit të Poshtëm për vrasje të një partizani, më pas me burgim të përjetshëm dhe në fund me 25 vite burg me akuzën tradhtie e lartë ndaj Adeut, ku pjesën më të madhe ai e kreu në burgun famkeq të Spaçit në Burrel. Përse u persekutua padrejtësisht At Anastasi? Përse komunistët vendosën të heqnin qafe klerikun e palodhur dhe të përkushtuar të kishë son? Si u përndoqe gjithë familja dhe fisi i tij? Na ndiqni në dokumentarin e radios Ngjallja kushtuar klerikut persekutuar të Shtërmenit, At Anastas Rasa. Kanë hek shumë klerik të vujtje. Që ka hek ai, kanë qenë edhe shumë të tjerë. Pimat ka qenë klerik edhe i nderuar, edhe i respektuar në atë gjithë zona. Mirë po, koha, rrethanat, sistemi, arritin në një pikë që u degradu çdo gjë. Iku feja, iku respekti, iku dashuri, iku të gjitha. E jap këtë intervistë që e kam pritur me kohë për të dhënë këtë intervistë. Kuptonte, jo unë për gjithë fisi, sepse unë kam linë në vitin 1952. Xhaxhaja është dënuar në vitin 46. Gojdhana kishim nga prindrit apo nga gjyshlarët që thoshin kështu, është i dënuar pa drejt, ku në një kohë ne ishim cilësuar miq të popullit. Akuza ishte sepse kishte vrarë një partizan, emrin e kishte Jani Todri.
E njoh në radhë parë në përvojtjen të Burburjet, se ka qenë bashkë me babën tem. Kupton? Në shumë kampe. Edhe bën 25 vjet burg. U lëru, edhe mas u lëru, ai ka bërë pagzim, më ka paguar të 2 fëmijë, edhe vajzën edhe djalin. Mas vitit 80, më kupton? Ne flasim akoma në kohën e regjimit komunist. Në kohën e regjimit ai më pagzoi fëmijët. Ka me amanet nga baba, se baba im vdiq shumë më shpejt, edhe ka me amanet do të pagzoi fëmijët. Pra ja kishte lënë babai kur ishin në burg. Po. Edhe ai tash edhe në burg atje e lidhën në kamp, mas i shtylle, e kanë marrë 2 ditë 2 net, i thoshin thuj poshtë Krishti, rroth mreti Krishti. Masi e panë që nuk ka shumë ma, e liron. Po 2 ditë 2 net e kanë marrë lidhën shtyllë. Ata Anastas Thanas Rasa lindi në fshatin Shtërmen të Shpatit të poshtëm të Elbasanit në vitin 1909. Në një familje me tradita të pasura në besimin ortodoks. Prindrit ishin bujq të thjesht, por njerëz të virtytshëm në sjellje e besim tek Perëndia. Rinia i kaloi në një periudhë lëvizjesh të fuqishme adetare. Pasi u martua me shërbëtorin e Perëndis Fanien, djaloshi, tash mi burëruar, Anastas Rasa shkoi në shkollë për të mësuar për klerik, në fillim në Tiranë e më pas në Greqi. Mbaroi shkollën dhe pasi u pajis me kulturë fetare të bollshme, erdhi dhe u dorëzua klerik në vitin 1929 dhe nisi shërbesën në Shpatin e poshtëm, që nga ura e Shkumbinit e deri në Gostim e Mollas. Shpeshherë shkonte edhe në fshatrat e Shpatit të Sipërm për shërbesa të ndryshme sa herë që e thërrisnin besimtarët. Jo vetëm në vendlindjen e tij Shtërmen, por ai gëzonte respekt të veçantë në tërë fshatrat e Shpatit. Gjithashtu, kishte miqe shok edhe të besimeve të tjera, mysliman e bektashinj, e shkonte në përfestat tek ata për urime si për Bajram, Novruz e të tjerë. Edhe ata vinin po ashtu tek familja e tij për Krishtlindjet, Pashk ose edhe festat të tjera ortodokse në nderim të shenjtorëve. Kjo kishte qenë tradita e shqiptarëve ndër shekuj. Besimi ishte i ndryshëm, por dashuria dhe respekti reciprok ishte i njëjtë. Por kjo miqësi nuk shikoi me sy të mirë nga komunistët. Ata nuk e dëshironin një gjë të tillë. Ndaj atin e nderuar të Shtërmenit e Mëgjer e akuzuan se kishte vrarë një partizan. Kjo ndodhi menjëherë pas luftës, kur kishte afro 13 vjet që shërbente si klerik në zonën e tij me tërë forcën e shpirtit dhe të trupit. Tani ai ishte bërë shtater baba dhe një baba shumë i mirë për 5 djemt e 2 vajzat e tij. Edhe i madh, sa që ma menu se kam qenë i vogël, do më thanë, unë jam datin e 22, ai në 26, në logaritës sa vjeç ishe, unë 4 vjeç, paka shumë, e majtë si andër jo, dhe më thënë, ku i shkote, i madh ish me mirë dhe mu prej dore, me gjithë gjyshin, gjyshin tonë, Isufin, a ishte Thanasi, po i thoshin Isuf, edhe mirë dhe prej dore shkonim atje. Dhe kur hyte, kish, nëndë, ka pas 10 mitër brakën, ka qenë që e shoqëronde, edhe ka qenë shumë. Dash. Gjaja e ishte, do më thënë, kishtari ishte, njeri i bi, njeri i spektushëm, do më thënë, mirë i regull. Imagjinohen ti me, në 26 ne ishim, një në vejgjil. Vetë motra ishte e madhja, ajo kaloi me partinë atë kohë. Gjithë lidhur ishin në kohë? Po të lidhur kështu ishin. Edhe medjen e u martuar, në rregull ajo. Dhe ishin vejgjil gjithë. Ai është nga fshati Shtërmen, ka pasur 3 vëllezër të tjerë, ka marrë të mesën e gjyshit tem, kushin e parë të babait, nga fisi Mema e ka marrë. Pati 5 djemë edhe 2 vajza. Pirës 2 djemë, kanë linë në Bianca, një ti Pavli, një Pietri. Se ishte me gjithmen besimtar, klerik. Këtë e ka, si tush, që gjyshi e kjushin Trifon Mema, kishe 2 emra, Trifon Hajdar, e qojti ke krypeshkopi Visarion Gjubani. U bë prif për Shtërmenin, Kuqërin, Kryezjarin, Kodrabujarsin, kaq fshatar sa ishim ortodoks, ky i kishe në patronazh. Fjalët poshtoheshin, edhe ditët për arrestimin e Atanastasit nuk ishin larg. Nuk vonoi shumë dhe me vendimin numër 157, datë 6 korrik të vitit 1946, pas dënimeve me vdekje dhe burgimit të përjetshëm,
ju komunikua më pas dënimi me 25 vjet burg për tradhti ndaj Adheut. 46 arrestohet i matë për vrasje. Dhe gjithë shpije, gjithë familja, që ke gjyshi, ke jati këti, mërveshti, se këta ishë më të mëjnë, ishte Gjogjojve, ishte maj vogël, nuk e lujnë atë, futën për gjithë. Kanë ardhë, si shtot e plakur, kanë qenë 4 qere, se kemi pas ardhë më dhajtë të poshtë, i qanë dhe rase për shtru shpinë, i morën. Edhe velenzën, që mu loshin nef mitë, dhe luge, i morën gjitha, në të lanë gjohë. Atë kërë që i peti, e kam qef në honmja, gjyshja, ime, do më thënë se, gjyshi, ajo e kam qefër. Atë kërë që vetën tjerë, maru. I morën të gjitha që kishit. Qarë qe, nuk me të gjohë. Biles, të marrësh edhe ato torshite e djathe e qa kishtë të shpi. Mërvesh e be. Këj kom qëtë në arshiva tjau, sa në marru. Vëlenzët e leshit, që më loshim ne. Qa Grigori, vendimi i parë i gjykatës ishte dhënë me vdekje për ata Anastas. Ta që ju arrestua. Po. U bo vendimi, ne në ka marrë në rriti gjyshi, ti poshtë. Kaqë. U bo vendimi. U bo vendimi me pushkatim. Si së rëgot e plaku, jetë ramet. Ditë e premte tha, u thirë me fiju peqinit. Qëli tha, 3 natës. Me vëti bibliotek. Parrulla ishte bibliotek. Ama ku thosh bibliotek, aha më plumë. Që u taku me ne, tha igu me vëtiu. E tha bedi, igu me vëtiu varë mes peqinit. Dinë në dilë, thëmë, thërë si mu, tha. Priftit bëhu gati, tha. E bjen me shokët aty, tha, hajde. Tha, dhe suni me dhe që më marrë e pula. Në ma që i nalë, tha, bim këtu, tha. Tha, kostim. Keme donësit, se aty ishte rruga, u këthëm, tha, makina lartë, tha. Mi pa ty, ka qeni, të ma menat gazi që një vadiqim, mi pështë e balë të madhe, tha. Më qale. Aty unë atë rumi që i thane. Më qa bona dhe kishti palo pinge, tha, të ljerë e ke kom, tha. Të li, tha. E në tha që i me, tha, sa të më qojnë, tha, t'jenë me skatunit në vrasin këta, mu tha, ka qeni rrugë thellë të pëj me, mu shumë. Ishte po mund kjo vrasja. Aty, tha, u shpëtova policat, tha, vrap, tha. Prokurori bërtiste, tha. Mos shkelloni, tha. E gjoja, tha. Policat mrapa, tha. Unë që i shefi degës, thoshe bjeri. Bjoj 2 zora, tha. Njëri thoshe mos shkello, tjetër thoshe bjeri. Pam, kosht. Arash pa, bam. Në atë kohë, tha, vjen, tha, shefi degës, tha. Prokurori, tha, preket, ja, futi dorës, tha, në zbras, tha, në ajer, tha. Do të ishtë avriste? Do të avriste, re. Shefi degës. Pore, pa dhe këtu, tha. Aq ma me, tha. Tha, ky, tha, sot, tha, së ndorën time, tha, prokurori. Nesër, kur ta dozoj ty, tha, bërë që dush, tha. Ma në që ke drejtë. Ma mërë, tha, valë ke shpija, tha. E, kuna tja, tha. Vend këtë gjom, ka thonë, prokurori, tha. A, prifti, të dhimë si bak bukë. O, prifti. Të dhimë si bak bukë. Se ata këshë po menë, ta bishin tu, ta vrejfe kështë ka të të hashin, ta e fikë. Ta vrisë. Të më dhe, se marrë vendimi që nuk ka gjohë. Se dali pa fashë. Kemi për kur doli nga varri. Se kërkoti, i matë kërkoti, të dali në varë të botë ekspertiza. Sepse ishte i pafajshëm. Pa fashë, ko vëra ura, po vëra vetën. E ishte plumi këtu, në qafë. Qafte, Nuk mos e të shtim shtetë në gërmonca dhe t'i bigelik plumi këtu. ko vëra.
Dhe bën ekspedicion të pa faqshëm. Nëse morë që ngostim, e mjekun, ma e në prapë. Në kjojni pastaj u dënu 25 vjetë, për atë në dheur. Pra ra akuza e vrasjes I vrasjes do dhe listë e tjetra. dënuan pasaj për tradhti në jadheu. Tradhti në jadheu, se kërcit i me vrapat. I lidhur me dur mrapa priftin ato vapë të madhe, s'u e kafshin ato, s'u e kafshin. Më gjenon ti? Pastaj, a morën, ka një kalat gjire 4. 3 vjetë. Më gjenon Në kalat. burgun famkeqë. Kur thosht e që mbite ujë, kemi qenë 405 burro, mrena. Marrë vesh e be. Kërë 3 vjetë ta, më hapë Maliq. Këneta e Maliqit. Atanastas Rasa qëndroi me kokën lart, duke deklaruar gjithnjë se nuk I kam të lyera duart me gjak dhe jam I pafajshëm. Gjithashtu pohonte shokëve bashkëvuajtës se kur kryqëzuan Zotin Krisht, më të pafajshmin e botës, pushtetarët e sotëm mund të bëjnë ç'të duan me ne, ndaj gjithçka do ta presim prej tyre. E morën në ditën e rëshajave pas meshës dhe arrestuan në degën e policisë së Elbasanit. Po atë ditë erdhën dhe bastisën shtëpinë. Të parat gjëra që grisën e dogjën ishin librat e tij të shërbesave, ungjilli e gjithçka që bënte fjalë për fen. Thuase edhe Perëndia me fjalën e tij të ishte armik dhe I urryer për pushtetin. Në ato kohë, si mas të gojdhanave të babës, edhe të gjyshlarëve, thoshin që është dënuar me të padrejtë sepse faktikisht në shtëpinë tonë nuk ishte se ne ishim të prekur nga biografia dhe ishim kundra partisë. Atanastasi njës pas ishte kryetari I frontit. Gjyshi Thanas Rasa ishte kryeplaku fshatit për 20 vjetash. Ishin atletar, ishin njerëz jo shumë të pasur, por mesatar, familje mesatare. Edhe këte e dinim e përjetonim sa kjo nga maslindje se kuptojmë mësova këto që ne ishim armiq të popullit, por nuk thelbësisht nuk dinim se nga vinte kjo. E na thanë që ka vra partizan, kështu ngeli në përgjithësi. Regjimi e mori për ta pushkatu. Mi po ligjet ashtu ishin atëherë, ky e morën për ta çuar në lokalitet në Gostim. Kjo mora zalli i doli top dele. Polis dalin 3 delet, ky iku nga makina. Edhe afër në pyll, pa arritur atje që të bjerë ashtu, qëllojnë e plagosin kam. Mi po kështu ishe ligji atëherë, që po të shtije herë, nuk ashtu, e u dënu me 100 vjetë. Si që ishte ligji atëherë, pastaj fillon nga 25, ishe ligji kënes, pastaj peluru, bon 25 vjetë burg. Me kalimin e kohës, kur kthehet nga burgu, lërohet nga burgu, u dënu me pushkatim fillim. Mas fillimit, erdhen edhe babaj I ka kërku prokurorit që deklaratat e shumë e disa fshatarëve tonë që na donin të mirën, e kuptonte, kishin deklaru. Me që ishin prifti partizan, gjyshi ashtu, goca priftit, Elena ishte kryt shetës. Arritën atje të shpifnin gjona të pa qena, duke e përzgjedhur me nderin e të bis. Domethënë e vrau këtë për arsye kështu. Edhe këto I dinim ne, po prap gojdhona I linim edhe nuk ishi besimi këto gjona. Masi erdhi Xhaxhai tregoi këto gjona kështu, edhe shkon mas dënimit që e morën çun në kanalin e Gjirokasës, edhe babai shkon atje dhe I kërkon I bën kërkesë prokurorit e thotë kështu. Ai nuk është shmytur me estek. Ne këta ne kemi deklaruar me 100 era. Domethënë, është provu pistoleta, domethënë ishin pishë rrinin partizantë në familjen tonë. Nana ime e ke historiku atje. Nana ime shpërdante partizanë, shpërdante mall në gjithë çetat ato partizanë që ngelçin babuk atë kohë. As I tjetër nuk I qaste përveç familjes tonë, partizantë këtu. Neve u bëm familja ma pa dëshirueshme e këtij sistemi që kaloi. Më në fund, e thot babai kështu, edhe bën një ekspertizë, e nxjerrin janë I Todri nga varri.
I bën ekspertizën e i thonë, plumi, duke provu plum ke pistoleta, ashtu, po me fishek automotiku, tregon prifti, edhe duke mushur ato, kujtu se dulën 7, kishin dalë 6, ai e shkrep, pjek në një travë rriu edhe, i këtë më që ka qenë edhe shenja, ka qenë, sa ato shtëpi tani u shenë, s'ka 10 vjetë. Shenja ka qenë e vriska atje, ka rënë, edhe i ka hy plumin në gojë, edhe i ka gjelur këtu, diku në lëkurt. Thot gjyqi, kur ngjoti deklaratat gjyq, bën te kërkesën edhe prokurori vendos që ta nxjerrë nga varri. Merr rojën atje, thot, edhe nxjerrin, e thot kështu, nëse nuk del kështu si thu ti, thot. I thot babzaj, ti qime kuq, sa ishte pak qime, i thot babait prokurori, do të futesh mrena, do futesh ti mrena. Shkon e nxjerrin atje, gjen plumin. Ai ishte tre skeleti, po plumi ishte aty. E marrin plumin dhe plumi me gjithmen ishte ashtu siç deklaronte baba. Se ka qenë prezent. Edhe i tregon gjë, por nuk në atë kohë nuk beson në njëri. Ma në fund edhe më e marrin atje dhe i thonë kështu, në gjok, duha në sas rastin do ta çojmë, thotë, edhe do ta çojmë shtarmen, thotë, ti krijojmë pafajsinë. E marrin, e sjellin këtu rruga me Balt. Nga Gostima në atë kohë ishte si legalitet. Fshati Gostim. E mbil Gostima dhe nga Gostima nisi këte. Ata tani qenë gjurë këte se qysh do merresh, qysh do boshin, i thanë. O prifte, thot, nuk po përmen emra të vdekmish. O prifte, do të vrasin para fshatit, para kalamajve, thot. A i në gjonë të gjona, por mu, a i varet të ringa koha, po edhe si mene letësi e xhaxhajt, e në thot, pse të më vrasin atje, thot, e gjukon, tregon vetë këto gjona. Pse të më vrasin atje, thot, ma mirë, thot, po bëj tentative, thot, e për të larguar, më mirë të më vrasin këtu. Edhe janë të zana pësa që dilë që njëri thot mos e qelloni, njëse thot su. Edhe dalin, e marrin uratën, e marrin Anastasin dhe e bilë shpi. Atje ishte gjyshi dhe baba. Edhe i thot gjyshi, pse e plagost, thot pricin. Pse e plagost? E bori vetën këti, thot, ju dhomë si drek buk, thot, për naj. Edhe nisi kërcasi, thot, jo këtu, thot, Tharnas Caka quashe. Jo këtu, thot, Zoti Caka, shoku Caka. Ti e ke ballistin në kam, apo partizanin, apo ashtu e ke njek dhe e ke kap me kam, thot, me dy kam të regullta. Jo a i lidhur, thot, edhe me kam, thime. A i ka pas kam në të ka qenë sakat pak nga kama. I lidhur durët mëra, pa thot, edhe nuk mund të me gjypët madhe, edhe nuk mund të kapit i pikë sheqit të mshat. Pse e plagost? Jo dham si drek buk, thot, ti për naj, thot, mos i jep një ujë, thot, se do vdesi këtu, dhe marrin pritin e qojnë atje. Edhe mas si u ashtu demokracia, neve mësum sepse a isha dënu si tentativ për arratisje. Ata Anastasi e kreu dënimin pa e mohuar asnjëherë që ishte klerik. Aty ku punonte e jetonte si i dënuar, a i sillej kurdoherë si punëtor i mirë i vreshtit të Krishtit. Edhe shokët e donin dhe e respektonin si të tillë. Kur erdhi në qershor të vitit 1968 dhe kishat kishin më se një vit që ishin mbyllur e prishur, ata Anastasi në valigjen e atyre pak plaçkave të trupit, kishte shënuar pa ju trembur fare qerpiku. Atë Anastas Rasa. Ju e keni takuar në burg, kur shkoni takonit babain? Po, takoj babë, takoj në këta. Nga dilëshe. Si ishte situata atje? Ka qenë punëtori më i ranë. Ashtu. Shumë punon të donë. Ta shumë, fëmijët i kishet jetim, të vegjël donë, ashtu i la shumë të vegjël fëmijë donë. Llogaritë i madhe në atë kohë ka qenë 10 vjeç. Kurse i vogli, Ligori është më i vogël se unë. Po tregonte atë Anastasi për vojtjet në burg që... Po. Tregoi Josipi? Kaq i më lepsërisht edhe nuk më zinte gjumë, thoshe nga vetëm nga padrejtësia. E diti se prifti ka ardhur këtu me çorape, ja, edhe Zoja e pa. Çorape, bonte çorape atje në burg. Punonte të kohën e lirë që ashtu të gjithë tjerë dilin në pinin e dohona, e çfarë bonin ai bonte çorap. Kuptoni? Vetëm më leps vetëm nuk kalohesh këtë jetën, thoshte. Kaq keq. Gjirokastër kom vujt shumë, thoshte, edhe atje ku njerëzit vdisnin në Korç, te Kneta e Maliqit. Te Kneta e Maliqit, që shkelçin mbi njëri tjetrin në Balt. Vdekje të llatash nuk ka qenë atje. Po nuk e vujti vetëm xhaxhai këta. Ta vujti edhe gjyshi edhe babai im. 5 vjet burg. Edhe gjyshi me baban. Por nga 5 vjet për dëshmia rreme. Edhe kjo s'u quhet kjo dëshmia që doli sakt, e vërteta.
Ata u bon nga 4 vjetë, duket edhe kur doli e vërteta, që doli vërteta i nxorën nga burgu i pronë të dy këtu. Unë 2 vjeç kam qenë, unë jam i 42 tonë, baba u arrestu në 24, 2 vjeç më la, baba. U lëru, bani 14 vjetën, u lëru, i lani vite gjys, prapë arrestu në 10 vjetë tjerë, e kanë arrestu Dark Shjanin, 3 qeshor të 59, si sot bile si shenë punë të e punu, edhe e morën nga puna. Bashkë me të vllanë, bashkë me kushin e parë vetë, të 3, mërëna 3 orë dhe arrestuan të 3 donë. Po, radhën e parë, se 2 herë, radhën e parë ka netur shumë me Anastasin, baba donë, në kampet donë. Aji pastaj baba vajte në Burrel, kurse ai fillimisht qenë Maliq, nga Maliqi donë, ka qenë leva në shtyllës, në Rinas donë, të gjithë kampet, po thush. Janë të rrallë, nuk vinë më ato figura, të them të drejtësh. Edhe atje në burg, la për shtypet mire punëtor, nuk u nënshtrua donë. Edhe thoshe baba, kishe fiziku, bëdë 2 norma, thoshe jo, 2 norma më të burg. Se sa ma shumë zbritëshe dhe dite e burgu donë. Mjafs, edhe i mujtë fiton të thoshe, dali lirë donë. Një mësus Dilaver Shkodra, i thot një djalit xhaxhait tim që më kishte marroti me 10, edhe i thoshte, ta marrë drejkin mbi emrin Llazari, thoshte. A i rrinte, e kupton të për çfarë thoshte. Je në zanë si mirë, thoshte, po mbi emrin jot, është i padëshërueshëm, nuk mund ta japim atë notë që çudi. Pra kështu unë përndoqët gjithë niprit e mbesa. Po, edhe po, e vërtetë është. Anastasin. I dolën, ai ishte një bit mas meje, kur unë ishe ushtar, ai marrojti. Atje edhe i doli për oficer. Bëni kërkesë, i lutje, bëni për oficer. Erdhi këtu të firmos të letrat këtu, i thanë asgjë, nipi Priftit, pa Triska Fronti, pa më the, pa tash ai i kishte këto Triska Fronti. Po si çfarë fusin këta? Ai thoshte gjoja për Priftin që është i nipi Priftit pa Triska Fronti. Ço sa bukur e lidhë? E kur vajtën atje thjerën ka seksioni arsimit i thanë, ti je pa Triska Fronti. Jo, thotë. O thotë ai, nuk kam letrën e partisë këtu. Ja, kështu, ky ishte kalvari që nuk ka të maru, hallet e nuk ishte maru. Tani kur erdhi në shtëpi atë Anastasi, çfarë bëri pastaj Josifi? Çfarë bonte, nuk dilte nga shtëpia nga turpi që kishte. S'dilte nga shtëpia. Dinin e takonin miqë nga gjithë krahat e takonin, por edhe ata me frikë. Me frikë se thoshin boshin gjemën këta. E thonë, pa ishte shumë i zgjuar, edhe i thoshte, asnjëri mos e marri vetëm qafë për mua, thoshte. Përpiqej që të mbronte dhe të mbronte. Po, i mbronte njerëzit, thoshte mos hecni, thoshte mos hajdeni. Ma ka qefe, thoshte të shikoj. Thoshte po më mirë kur dalë u shoh se sa të vini ke shtëpia, për arsye se çan nuk thonin, e çan nuk shpifnin, e çan nuk nxirreshin nga goja njerëzit atë kohë. Shkalla për ekzekutimit vajti deri atje sa që ndi por e mesa fillun si ta them, nuk kishte gojë të flisje. I llafë se thoshte kështu. Keni pas ndonjë rast Josifi që ka ndodhur me juve? Po, provokime nga gjithë krahat. Provokime e më kanë rritur, më kanë bërë sekretari nije. Kjo ka zgjatur 1 vit. Në imbledhje rinie, byroja rinie që u mbludhet në fshat atje, i pari fare unë sekretari Brosa tha, më vjen shumë mirë tha që e keni pranu, Josifi tha, e keni pranu antari i kësaj rinie, por do t'i vëmë kushta që të mos atakoj Priftin. Kjo ishte në ato kohra, dikush mund të azoj edhe qesharake tani, po në ato kohra ishte shumë më shumë. Ishin 7 fshatra, kooperative bashkume. Edhe opinioni të vriste, do të thonë që më mirë të më kishte vrasë sa më tha atë fjalën. Pse se njerëzit e ndershëm të gjona e shu. Tani këto u vlyen, ikën vujtjet, kalvari këtyre, i gjithë tifisi të pashkollu. Kom gjuhë kohët e funit që edhe i kam e statistika. Nuk i kemi ma shumë se 5-6 veta me shkollë të lartë tani. E këtondi? Në ajo që erdë në prejardhe, se kështu vjene. Prejardhe, gjyshi pa shkollë, baba pa shkollë, vujtjet. Ore nuk arrije se nuk ja dilje do të me bukë. Edhe doje të shkoj e shkollë, di, nuk ja dilje do të me bukë. Për ekzekutim për zgjalle, po theme. Në qofë se njerëzit mërgjën e 2 kg mish, ti s'merje fare, as i gram. Ju ishit persekutuar. Po.
edhe këta familja mema, këta akoma ma keqë se ne. Pavarësisht se punoshim në vend pune, po ishin akoma ma keqë se ne. Ky kalvar, ky është i paharrueshëm. Kur e takove Mihali, se ju e mban mend, mbasi erdhi nga burgu atë Anastasi. Si e mban mend atë kur u kthye nga burgu? Ai ke neve se baba pa vdekur kur Anastasi. Baba vdiq 72-shin, Anastasi është rru mas 75. Ai vinte këne. Faqë se kishte besim se vinte këne. Ishte gjithmonë thoshe munoha thoshe tamam edukat. Mos vrit, mos vjedh, mos i hyn tjetër më qaf, po pa të mos i të bësh mirë me spate, keq mos ban. Sa do edhe kundërshtari thoshe, mundohet të krijoj respekt kundërshtari. E në me gjithë mena shumë. Neve si kalkarroci, kur thaj. Ne filloshim punë në orën 3 mjezit, punoshim kumin, qerhane, si thonë, prodhashim tulla tjega. Çdo ditë, në orën 3 mjezit, e jeri sa erësh, trupi tonë ishe gjithë në djerë tonë. Ati i dhem të shpirti, sepse kishte mbi 22 vjet pa meshuar. Ndaj puna e parë që bëri, mori niprit e mbesat dhe i pagëzoi. Sepse kam dëgjuar që edhe kryente mistere, kryente pagëzime. Ke dëgjuar për gjë për këtë? Për fëmijëve tuaj për juve, për... Po pse një herë, thot di? Po këta e di gjithë fshati, nuk është nevojë ta thush. Të gjithë e dinë këtë gjë. Po, të gjithë e dinë. Që atë Anastasi, kur doli nga burgu... I bonte këto. Fshehur razi kuptohet, ta kupton? Fshehur razi, por i bonte. Edhe thoshte, edhe për vendosje e emrash. Thoshte, gjoni këtu, më shkruani listë, më thoni, edhe vini të parë emrin që doni, sepse ne jemi familjar. Ti ke qefi emër tjetër për fëmijën tat, kurse unë jam i detyruar që ta regjistroj edhe emër, ta ve. Edhe faktikisht ai vazhdonte në ato kohra. Kaq i përpikt ka qenë. Edhe mrapa do në sistemit, ai atje u kishte besim, bonte pagëzimin. Pra vepra e Anastasit, pavarësisht se ai doli nga burgu. Burgu, me torturët, prapë ai vazhdonte, duke hiqte besimin ke Zoti. Po babai, mban mend kur e takoje, çfarë thoshte për atë Anastasin? Po i kishte edhe thoshte njëri punëtor e vendosur, do. Ishte shumë i vendosur. Tamam fetar, do. Them të drejtë, unë binte kaq e keq, i thoshte edhe atyre çunat, unë vetëm për ata gjesin që më bani më pagëzoj të fëmijët, thoshte kam anet nga edhe më merr të pagëzoj. Ngovat me vaj, me kështu se ku marr zvinte, kishte frikë, thoshte do i pagëzoj, thoshte. Fëmijëve të tij u thoshte: mos e ulni kokën, por jeni gjithnjë krenar e jetoni me pastërti nderi e frikë Perëndie. Tek të afërmit e tij shkonte në të shumtat e herëve natën për të mos rënë në sy. Nuk donte më që të ndeshe e të vuante, ndaj edhe u largohej bisedave me njerëz që donin ta provokonin. Edhe në dasma, kur ishte i ftuar e shikonte që kishte komunist, largohej vetë. Por besimtarët e mirë që e njihnin mbariun e tyre, shkonin për vizita e pyesnin për ditë të kremtesh dhe këshilloheshin me të për gjëra shpirtërore. Prifti Anastas nuk nguronte t'i ndihte ata që ja kishin me të mirë, ashtu siç dinte dhe t'i largohej atij që e pyeste me të shtrembër. Fjeti me Perëndin pa ardhur mirë pranvera e vitit 1985. Nuk mundi të dëgjoj sa që gjallë këmbanat e kishave ku meshoi, që u prishën e u ndërtuan sërish, por prehet i qetek Perëndia, që e deshi dhe dëgjoi lutjet e tij. E mbani mend, e kujtoni kur ndroi jetë atë Anastasi? Po, nuk vende njëri i kollaj këta, ja, neve që ishim kulak, edhe ke neve. Bilës Hixhaja tonë organizojti gratë që mos ishe, si tush, gjinezeje shumëtume, organizu në gratë në bërë, se nuk në vinte njëri, nuk në fliqin me gojë. Jo, që ta shumë, në martuashën neve, ata menojnë që mos kishim fare o gjakne, mos kishim fëmi. Ky personazh, ky klerik i nderuar i kishës sonë, si mund ta përmblidhim me pak fjalë këtë personalitet, duke qenë se ju e njihni? Unë nuk garantoj se nga këto fjalë që kom nxjerrur nga goja nuk do ketë njëri kundërshtar thonë që s'ka gjë të vërtetë në këtë mes. Zoti Mihal, mund ta përmblidhim me një fjali këtë personalitet, këtë klerik, po. Shiko, thashun, unë vjen keq se janë shkruar shumë klerikë të tjerë, janë pushkatuar në vujt. Për këtë njeri më vjen keq që nuk është shkruar, ta them me sinqeritet. Ka vujtur, por ka qenë tamam klerik, nuk në poshtë nga sistemi, që ai ishte sistemi që të shfarosë çdo gjë. Ai nuk në poshtë nga ai sistem.